e shtun demi. Kjo është dita jote për stabilitet financiar, një pagesë shpërblim apo përfitim i vogël të jep qetësi, kujdes me shpenzimet impulsive. Binjakët, një ide kreative mund të kthehet në burim të ardhurash. Dita favorizon komunikimin dhe marrëveshjet, mos të vlerësoj një mundësi të vogël. Aforia, finansat kërkojnë organizim, por një zhvillim pozitiv në mes të ditës të lehtëson. Dikush mund të jap një ndihmë të vlefshme. Luani, një mundësi për të fituar apo për të përmirësuar gjendjen financiare vjen papritur. Vlerësimi që merr sot mund të ketë dhe përfitim material. Ygjëresha, puna dhe përkushtimi fillojnë të japin rezultat financiar, edhe pse nuk është diçka e madhe, është një hap i rëndësishëm drejt stabilitetit. Peshorja, një marrëveshje apo një bashkëpunim mund të sjellë përfitim financiar. Dita kërkon vendime të balancuara dhe jo emocionale. Akrepi, instinkti yt përpara është më i fortë sot, mund të identifikosh një mundësi që të tjerët nuk e shohin. Vepro me zgjuarsi. Shigjetari, një zhvillim i papritur mund të sjellë fitim apo mundësi për të rritur të ardhurat. Dita është e favorshme por rrezik të kalkuluar. Principi, financat janë në fokus dhe një çështje që shqetësonte fillon të zgjidhet. Një vendim i mençur mund të ketë ndikim afatgjat. Ujori, një ide inovative mund të sjellë përfitim. Bashkëpunimet janë të favorshme dhe mund të hapin në rrugë të reja financiare. Peshqit, një surprizë e vogël financiare apo një ndihmë e papritur të gëzon. Dita është e mirë për të menduar për të ardhmen ekonomike.